Se di ma ka nisur sekonda. Edhe 10 sekonda për Kena. Nëse ke një emër duhet ma thuash tani. Okej, Ledion, unë du me heq Stelinën për këtij televotimi, se s'ka të bëj fare me këtë televotim. Dhe e kisha shtu në televotim Mateon. Okej, atëherë Stelina të kërkoj të ulesh, Mateo të kërkoj të i bashkohesh Inës. Shiko, do mundohem që ta shikoj këtë lloj monedhe që na dha Brikena nga ana pozitive. Janë disa arsye që Brikena ka dërguar këtë, por unë shpresoj një, që dua shumë që t'jetë ajo, që Brikena ta ketë në heshtje atë lloj arsye. Nëse do marrim me radhë për shembull, shumë mirë bëri që hoqi Selinën, se nuk ishe pse fakti që është për me një banor me atë Inën, nuk ka pse ta penalizoj kjo pjesë, por rregullat e bigut janë këto. Shumë mirë bëri që hoqi Selinën që aty, do të bënte shumë herë më mirë për shembull, duke parë në një këndvështrim tjetër Lornën, që Lorna çasi ka thënë dhe ças ka diskutuar, çfarë nuk e ka, le të themi në një farë mënyre e ka deformuar pak çdo lloj situate dhe çdo lloj gjëje që ka bërë Brikena. Gjithashtu dhe Kesin, mendova se do t'i bënte Kesi, do ta çonte, Kesi ishte nominim fare harrova, po për më shumë isha për Lornën. Më shkonte mendja fare për shembull për pjesën e Mateos, te Lorna dhe te Kristi, okay? Duke ditur që ata kishin një kryqëzim me Kristin, Lorna po ashtu me debatin, por jo. Qa logjike mund të ketë ndjekur Brikena, ose qa lloj strategjie mund të ketë përdorur. Tani ne kemi një muaj rresh që po na hedhin gjak veshët, duke dëgjuar historinë e krevatit të Mirit dhe të Selinos. Dhe kjo tani ndoshta Brikena në heshtje dhe me strategjinë e saj ka menduar që ndoshta duke bërë këtë lloj gjëje të tërheqë të gjithë situatën, të heqë vëmendjen e krevatit, e Mirit dhe e Selinës, t'i largoj ata nga vëmendje, se le të themi që çështja e vërteta kanë qenë vëmendje për gjithë këtë muaj, që kur ka filluar Prime si brekt e Eglës dhe e Julit, por ndoshta duhet ta shikoj kështu që Brikena ka menduar stop domethënë ta marr pak vëmendjen time tek pjesa ime dhe Mateo, se duke nominuar Mateon, tërheq vëmendje për këtë pjesë, por mund të jetë dhe që do ta ngrej Mateon në një farë mënyrë të fshehur, do që ta shpreh blej në një farë mënyrë, duke ditur që se Briki e ka vërtetuar shumë herë që ka parë Big Brother, ka ndjekur Big Brother dhe e di shumë bukur, njerëzit shkojnë me atë që sulmohet, ose në thonjsa me viktimën. Dhe në këtë moment, ajo duke nominuar Mateon, me atë që i bëri Mateo, që i dha imunitet, do mendojnë që ndoshta njerëzit do të shkojnë pas Mateos, dhe ç'është e vërteta, jo vetëm për këtë, por Mateo është floridial. Është shumë i mirë, ka treguar që ka vlera. Ka komente, ka argumente, është shumë i mirë dhe shumë i përparë në atë që thotë dhe që qëndron asaj që thotë dhe është shumë i drejtë. Dua ta shikoj në këto lloj dy këndvështrime, domethënë dhe që do ta ngrej Mateon, por dhe që do të heqë vëmendjen e këtij debati të shpifur, ose këtij lloj diskutimi të shpifur krevatit Selinos dhe Mirit, dhe ta tërheqit e vete, sepse sapo mbaroi Prime, të dy ishin duke pirë duhan dhe i thanë hajde shkojmë, tha Brikena, shkojmë e pim diçka atje ose rrim atje te bari, shkojnë atje dhe diskutuan, e gjithë me radhë çfarë diskutuan do t'ju tregoj në video më vonë. Kështu që dua ta shikoj në këtë lloj aspekti, në këtë lloj këndvështrimi, nuk dua ta shikoj që Brikena është e keqe, sepse është shumë e bukur, shumë e mirë për të qenë e keqe. Por dua ta shikoj se si strategji që e ka përdorur. Dua ta kem këtë qasje pozitive, sepse ata le të hanë mund si qeni të dy, por kanë një pëlqim me njëri tjetrit të fshehur. Nuk e di se çfarë mund ta pengoj Brikenën, po dua ta besoj që mund të jetë familja, por kam hallë se mos ndoshta ka ndonjë relacion, ndonjë lidhje ose ndonjë pëlqim, ndonjë diçka, ndonjë marrëdhënie jashtë Brikena, dhe kjo gjë e frenon, dhe kjo që i bëri Mateos mund të jetë sinjal për atë që ka jashtë, që shikoj se s'ka asgjë. Është një lëmsh i madh që vetëm ata dy, vetëm Brikena bëri me këtë lëvizje, bëri të ndezë të gjithë shtëpinë, pothuajse edhe të gjithë rrjetin. Për sa i përket se ku doni të shpëtoni, ju e dini shumë bukur ku duhet të shpëtoni. Unë e them me gjithë shpirt, me gjithë zemër, patjetër duhet të shpëtoni Mateon, sepse e meriton, është djalë i mirë, djalë i qetë, argumenton, nuk ka përfituar nga situatat, shumë bukur ka ditur ta shfrytëzonte në maksimum situatën e tij me Brikenën, por ka zgjedhur të jetë ai i pastri, se për te Big Brotherit ka dhe një jetë jashtë Big Brotherit, jo vetëm lojë. Domethënë, edhe pse aty është një lojë, po pavarësisht se është një lojë, duhet të kenë parasysh që ka një jetë jashtë Big Brotherit.
pra luhen 2 Big Brother, një brenda dhe një jashtë. Kështu që nëse ka dikush që duhet shpëtojë dhe besoj se do të shpëtojë dhe është patjetër në mënyrë unanime është Mateo dhe e meriton të shpëtohet.